Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti kines Xi Jinping priti Donald Trump në kompleksin sekret Zhongnanhai në Pekin, duke e cilësuar vizitën një moment historik për marrëdhëniet mes dy vendeve. Dy liderët folën për një partneritet të ri strategjik mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Kinës Xi Jinping priti homologun amerikan Donald Trump në kompleksin Zhongnanhai në Pekin, një zonë e mbyllur dhe shumë e rëndësishme politike që konsiderohet zemra e pushtetit kinez. Gjatë takimit, Xi Jinping deklaroi se Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë krijuar një marrëdhënie të re, konstruktive dhe strategjike, duke e cilësuar vizitën e Trump një moment historik për bashkëpunimin mes dy superfuqive. Dy liderët zhvilluan edhe një shëtitje në kopshtet historike të Zhongnanhait, ku Xi i tregoi Trump pemët shekullore dhe historinë e kompleksit që prej vitit 1949 shërben si rezidencë dhe qendër pune për udhëheqësit më të lartë të Kinës. Xi tha se disa prej pemëve në zonë janë qindra vjeçare, ndërsa të tjera në territorin përreth janë mbi 1000 vjet të vjetra. Ai shtoi se Trump kishte treguar interes edhe për lulet tradicionale kineze dhe premtoi t'i dërgojë fara trëndafilash kinez si dhuratë. Kompleksi Zhongnanhai ndodhet pranë qytetit të ndaluar dhe konsiderohet simboli i pushtetit politik në Kinë. Emri i tij do të thotë detet qendrore dhe jugore. Vizita e Trump në Pekin po ndiqet me vëmendje të madhe ndërkombëtare, pasi dy vendet po diskutojnë çështje të rëndësishme si tregtia, investimet, Tajvani dhe tensionet globale. Deklaratat optimiste të Xi Jinping sinjalizojnë përpjekjet e dy vendeve për të ulur tensionet dhe për të ndërtuar një marrëdhënie më të qëndrueshme mes Washingtonit dhe Pekinit. Një avion i qeverisë amerikane u pa duke u larguar nga Havana vetëm pak ditë pasi Donald Trump deklaroi se SBA dhe Kuba do të zhvillojnë bisedime. Autoritetet kubane konfirmuan se drejtori i CIA-s zhvilloi takime me zyrtar të lartë në kryeqytetin kuban. Zhvillimet e reja janë regjistruar në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kubës, dy vende që prej dekadash kanë pasur marrëdhënie të tensionuara. Një avion i qeverisë amerikane u pa duke u larguar nga aeroporti ndërkombëtar i Havanës, ndërsa autoritetet kubane konfirmuan se një delegacion amerikan i kryesuar nga drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, zhvilloi takimen me zyrtar të Ministrisë së Brendshme kubane. Sipas deklaratës së publikuar nga media shtetërore kubane, Cuba Debate, të dyja palët diskutuan mundësinë e zgjerimit të bashkëpunimit dypalësh mes agjencive të zbatimit të ligjit, me fokus sigurinë kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare. Qeveria kubane deklaroi gjithashtu se gjatë takimeve i është bërë e qartë delegacionit amerikan se Kuba nuk përbën kërcënim për sigurinë kombëtare të SBA-s. Vizita vjen vetëm pak ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Kuba kishte kërkuar ndihmë dhe se dy vendet do të bisedojnë. Megjithse detajet e plota të takimeve nuk janë bërë publike, zhvillimi shihet si një sinjal i rëndësishëm për një komunikim të ri mes dy vendeve, pas vitesh tensionesh politike dhe ekonomike. Marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Havanës kanë kaluar në periudha të vështira që prej revolucionit kuban dhe vendosjes së embargos amerikane ndaj ishullit komunist. Megjithatë, kontaktet e fundit mund të sinjalizojnë një përpjekje për dialog në një moment të vështirë ekonomik dhe politik për Kubën. Libani dhe Izraeli nisën në Washington një raund të ri bisedimesh direkte mes vazhdimit të sulmeve dhe viktimave në jug të Libanit. Beiruti kërkon përpushtim të menjëhershëm, ndërsa Izraeli synon çarmatimin e Hezbollahut. Sulmet mes Izraelit dhe grupit të mbështetur nga Irani, Hezbollah, vazhdojnë pavarësisht armpushimit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara muajin e kaluar. Në jug të Libanit, ceremonia mortore u zhvillua për viktimat e një sulmi izraelit, që, sipas autoriteteve shëndetësore libaneze, lak të paktën 6 të vdekur. Ministria e Shëndetësisë e Libanit deklaroi se vetëm të mërkurën u vran 22 persona nga sulmet izraelite, mes tyre 8 fëmijë. Në të njëjtën kohë, diplomatët libanez dhe izraelit nisën në Washington në raundin e 3 të bisedimeve ballë për ballë. Një zyrtar i lartë libanez tha se delegacioni i Beirutit do të kërkojë pushim që të zbatohet realisht nga Izraeli. Nga ana tjetër, zëdhënës të qeverisë izraelite deklaruan se bisedimet synojnë çarmatimin e Hezbollahut dhe arritjen e një marrëveshjeje paqeje. Ndërkohë, përplasjet ushtarake vazhduan edhe këtë javë. Ushtria izraelite njoftoi se disa civil u plagosën pasi një dron shpërthyes i lëshuar nga Hezbollahu ra në territorin izraelit. Konflikti mes Izraelit dhe Hezbollahut u zhvillua paralelisht
me tensionet SBA-Iran dhe vazhdojnë që prej shpalljes së armëpushimit nga presidenti amerikan Donald Trump më 16 prill. Izraeli mban ende trupa në një zonë sigurie në jug të Libanit, duke deklaruar se synon të mbrojë veriun e vendit nga sulmet e Hezbollahut. Sipas autoriteteve libaneze, lufta ka shkaktuar gati 2900 viktima në Liban, që nga fillimi i marsit dhe ka detyruar rreth 1.2 milion njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre, shumica nga zonat jugore të vendit. Mbreti Charles vizitoi një zonë hebraike në veri të Londrës pas një serie sulmesh antisemitike që kanë troditur komunitetin. Vizita u konsiderua një mesazh mbështetjeje për hebrejt britanik, që sipas autoriteteve po jetojnë në frikë. Mbreti Charles III zhvilloi një vizitë të papritur në zonën Golders Green në veri të Londrës pas një serie sulmesh antisemitike që kanë troditur komunitetin hebre në kryeqytetin britanik. Zona e Golders Green është shtëpia e një komuniteti të madh hebre dhe javët e fundit ka qenë në qendër të incidenteve të dhunshme me motive antisemitike. Gjatë vizitës, mbreti Charles takoi 2 viktima të një sulmi me thik të ndodhur muajin e kaluar, të cilin policia britanike po e heton si akt terrorist. 2 burrat hebrenj u sulmuan në rrugë, ndërsa në incidente të tjera u dojgjën 4 ambulanca të komunitetit hebre dhe u dëmtua një mur memorial. Monarku britanik vizitoi gjithashtu një qendër bamirësie hebraike, ku u takua me lider fetar dhe përfaqësues të komunitetit. Kryerabini i Britanisë, Efraim Mirvis, falenderoi mbretin për praninë e tij dhe tha se vizita sjell mbështetje dhe kuraj për komunitetin hebre. Kjo është ndër daljet e fundit publike të mbretit Charles në mbështetje të komunitetit hebre. Vitin e kaluar, ai vizitoi një sinagogë pas një sulmi ku humbën jetën 2 besimtarë, ndërsa në muajin mars pranoi të bëhet patron i një organizate që merret me sigurinë e hebrejve në Britani. Sulmet e fundit kanë shtuar shqetësime për sigurinë në vend. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi se hebrejt në Britani po jetojnë në frikë, ndërsa qeveria ngriti nivelin kombëtar të kërcënimit terrorist nga i konsiderueshëm në i rënd. Kriza politike po thellohet në Britani, ndërsa ministri i shëndetësisë Wes Streeting dha dorëheqjen dhe kërkoi zëvendësimin e kryeministrit Keir Starmer. Rebelimi brenda Partisë Laboriste po rritet pas humbjeve të rënda në zgjedhjet lokale. Tensionet politike në Mbretërinë e Bashkuar janë përshkallëzuar ndjeshëm pas dorëheqjes së ministrit britanik të shëndetësisë, Wes Streeting, i cili bëri thirrje për garë të lërë leadershipi për të larguar kryeministrin Keir Starmer. Dorëheqja e Streeting konsiderohet goditja e parë serioze nga një ministër i lartë ndaj Starmer, pas humbjeve të mëdha që Partia Laboriste pësoi në zgjedhjet lokale javën e kaluar. Në deklaratën e tij, Streeting tha se është bërë e qartë se Starmer nuk do ta udhëheqë partinë drejt zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Megjithatë, kryeministri britanik ka deklaruar se nuk ka ndërmend të japë dorëheqjen. Kriza brenda laboristëve është thelluar edhe më shumë pasi ish zëvendës kryeministrja Angela Rayner njoftoi se problemet tatimore që e detyruan të largohej vitin e kaluar tashmë janë zgjidhur. Ky zhvillim shihet si hap që mund t'i hapë rrugë kandidimit të saj për drejtimin e partisë. Mes emrave të përfolur për lidershipin e ardhshëm është edhe kryebashkiaku i Manchesterit, Andy Burnham, i konsideruar si një nga figurat më popullore të laboristëve, megjithse aktualisht nuk ka një mandat në parlament. Mediat britanike raportojnë gjithashtu se edhe ministri i energjisë, Ed Miliband, po përgatitet të hyjë në garë. Analistët politik thonë se humbjet e laboristëve lidhen me disa kthesa politike të qeverisë dhe me skandalin e emërimit të Peter Mandelson si ambasador në SBA, për shkak të lidhjeve të tij të përfolura me Jeffrey Epstein. Ndërkohë, Partia Populiste e Djathtë, Reform UK, e drejtuar nga Nigel Farage, ka fituar terren në sondazhe dhe zgjedhje lokale, duke shtuar presionin mbi qeverinë britanike. Papa Leo ka kritikuar ashpër rritjen e shpenzimeve ushtarake në Evropë, duke e quajtur atë një tradhti ndaj diplomacisë. Deklarata u bë në Rom, ku ai paralajmëroi se bota po futet në një cikël të rrezikshëm tensionesh dhe luftrash. Papa Leo ka kritikuar ashpër rritjen e shpenzimeve ushtarake në Europë, duke thënë se rritja e madhe e buxheteve të mbrojtjes po dëmton diplomacinë dhe po rrit pasigurinë globale. Duke folur në Rom, Papa Leo deklaroi se shtimi i investimeve ushtarake nuk duhet të quhet mbrojtje, por përkundrazi një proces riarmatimi që sipas tij rrit tensionet ndërkombëtare dhe dobëson investimet në arsim dhe shëndetësi.
Ai tha se historia e shekullit të 20 nuk duhet të harrohet dhe se thirrja kurrë më luftë mbetet një mesazh i fortë për botën moderne. Papa u bëri thirrje të rinjve që të mos mbyllen brenda ideologjive dhe kufive kombëtar. Sipas të dhënave të Institutit Ndërkombëtar për Studimet e Paqes në Stockholm, shpenzimet ushtarake në Europë u rritën me 14% në vitin 2025, duke arritur në $864 miliard. Kjo rritje lidhet me luftën në Ukrainë dhe rritjen e investimeve nga vendet e NATO-s. Deklaratat e Papës vinë në një moment kur presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar vazhdimisht që aleatët evropian të rrisin shpenzimet për mbrojtje, duke vendosur edhe objektiva më të larta për NATO-n. Papa Leo, i cili kohët e fundit ka kritikuar edhe luftën në Iran, u shpreh se bota po dëmtohet nga luftrat dhe se udhëheqësit duhet të rikthehen te dialogu dhe diplomacia si rruga kryesore për paqen. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi që pilula e abortit të vazhdojë të plotësohet online dhe të dërgohet me postë. Vendimi vjen mes një betejë të ashpër ligjore mbi aksesin ndaj abortit në Amerikë. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka vendosur përkohësisht të lejojë vazhdimin e shpërndarjes së pilulës së abortit përmes telemjekësisë dhe postës, duke bllokuar një vendim të mëparshëm të gjykatës së apelit. Vendimi i Gjykatës Supreme mban në fuqi rregullat e administratës amerikane të ushqimit dhe barnave, ose FDA, të miratuar në vitin 2023, të cilat zgjeruan aksesin ndaj ilaçit mifepristone. Mifepristone është një nga dy medikamentet që përdoren në shumicën e aborteve medikamentoze në SBA dhe përdoret zakonisht gjatë 10 javëve të para të shtatzanisë. Abortet me medikamente përbëjnë rreth 2/3 e ndërprerjeve të shtatzanisë në vend. Vendimi i Gjykatës Supreme erdhi pasi një gjykat apeli kishte rikthyer rregullat e vjetra që kërkonin vizitë fizike te mjeku për marrjen e ilaçit. Padia u ngrit nga shteti i Luizianës, i drejtuar nga republikanët, që argumenton se FDA ka shpërfillur rreziqet për shëndetin dhe ka vepruar në mënyrë të paligjshme kur lejoi shpërndarjen e pilulës me postë. Nga ana tjetër, FDA këmbgul se mifepristone është i sigurt dhe efektiv kur përdoret sipas udhëzimeve mjekësore. Vendimi i Gjykatës Supreme nuk është përfundimtar, pasi betejë ligjore vazhdon. Megjithatë, organizatat që mbrojnë të drejtat e abortit e konsiderojnë këtë një fitore të rëndësishme, sidomos pas vendimit historik të vitit 2022, kur Gjykata Supreme hoqi mbrojtjen kushtetuese të abortit në nivel kombëtar. Dy gjyqtarë konservator, Samuel Alito dhe Clarence Thomas, votuan kundër vendimit. Mira nacionalist izraelit marshuan nëpër qytetin e vjetër të Jeruzalemit gjatë festimeve të ditës së Jeruzalemit. Ngjarja u zhvillua në masa të forta sigurie dhe shkaktoi tensione të reja me palestinezët. Mira nacionalist izraelit dolën në rrugët e Jeruzalemit për të marrë pjesë në marshimin vjetor të ditës së Jeruzalemit, një aktivitet që shënon marrjen e Jeruzalemit lindor nga Izraeli gjatë luftës së vitit 1967. Me flamuj izraelit në duar dhe slogane nacionaliste, pjesëmarrësit marshuan nëpër lagjen muslimane të qytetit të vjetër në prani të madhe policore. Mes figurave të pranishme ishte edhe ministri i ekstremit të djathtë në qeverinë izraelite, Itamar Ben-Gvir, i cili deklaroi se në këtë ditë ishte ngritur flamuri izraelit në malin e tempullit dhe se Izraeli do të vazhdojë të forcojë kontrollin në qytet. Për shumë izraelit, marshimi konsiderohet simbol krenarie kombëtare dhe fest për bashkimin e Jeruzalemit nën kontrollin izraelit. Por, për palestinezët, kjo ditë shihet ndryshe. Ata e konsiderojnë marshimin pjesë të përpjekjeve të Izraelit për të rritur praninë hebraike në Jeruzalem në dëm të popullsisë palestineze. Policia izraelite ngriti barikada pranë portës së Damaskut dhe ndaloi hyrjen e palestinezëve që nuk jetojnë në qytetin e vjetër. Tregtarët palestinezë thanë se u detyruan të mbyllin dyqanet përpara nisjes së marshimit. Izraeli mori kontrollin e Jeruzalemit lindor gjatë luftës së lindjes së mesme në vitin 1967 dhe më vonë e aneksoi territorin, një veprim që nuk njihet nga shumica e vendeve dhe nga Kombet e Bashkuara. Palestinezët e konsiderojnë Jeruzalemin lindor si kryeqytetin e ardhshëm të shtetit të tyre, ndërsa statusi i qytetit mbetet një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Protestat në Bolivi u përshkallëzuan në dhunë pasi minatorët u përplasin me policinë në kryeqytetin La Paz. Demonstruesit kërkojnë ndërheqjen e presidentit Rodrigo Paz mes krizës së rëndë ekonomike dhe mungesës së karburantit.
Tensionet të forta dhe përplasje të dhunshme shpërthyen në La Paz, ku minatorët bolivian u përleshën me policinë gjatë protestave kundër presidentit Rodrigo Paz. Demonstruesit hodhën fishek zjarre dhe lëndë shpërthyese drejt forcave të sigurisë, ndërsa policia përdori gaz lotësjellës për të ndalur turmën që po përpiqej të hynte në sheshin qendror Plaza Murillo. Protestuesit deklaruan se nuk duan dialog me qeverinë, por vetëm largimin e menjëhershëm të presidentit. Ata paralajmëruan se nëse Paz nuk largohet vullnetarisht, vendi mund të përballet me trazira edhe më të mëdha sociale. Ish presidenti bolivian Jorge Quiroga deklaroi se Bolivia po kalon një moment kritik, duke thënë se vendi ndodhet në krizë të thellë politike dhe institucionale. Protestat janë përshkallëzuar pas javësh trazirash sociale të shkaktuar nga kriza ekonomike, mungesa e dollarëve amerikan dhe rënja e prodhimit vendas të energjisë. Minatorët kërkojnë më shumë akses në eksploziv dhe karburant, rishikimin e kontratave të sektorit minerar dhe zbatimin e rregulloreve të reja për industrinë. Në protesta janë bashkuar edhe fermerë dhe grupe të tjera sindikaliste që akuzojnë qeverinë për dështim në menaxhimin e krizës ekonomike. Pamjet nga kryeqyteti treguan përleshje të ashpra mes protestuesve dhe policisë, ndërsa situata në Bolivi mbetet e tensionuar dhe me rrezik për përshkallëzim të mbetëshëm politik dhe social. Një autokolon e Kombeve të Bashkuara që po dërgonte ndihmë humanitare në Kherson u godit 2 herë nga dron gjatë misionit. Pamjet të publikuara nga OKB tregojnë momentin e sulmit ndaj automjeteve humanitare në jug të Ukrainës. Pamjet të publikuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara tregojnë momentin kur një autokolon humanitare e OKB-s u godit nga dron gjatë një misioni ndihmash në qytetin Kherson në jug të Ukrainës. Sipas zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, misioni kishte për qëllim dërgimin e ndihmave në një zonë që nuk kishte marrë asistencë prej muajsh. Drejtuesi i koordinimit të çështjeve humanitare në Ukrainë, Andrea De Domenico, deklaroi se autokolona kishte ndjekur të gjitha procedurat e sigurisë dhe se të dyja palët në konflikt, Ukraina dhe Rusia, ishin njoftuar paraprakisht për lëvizjen e misionit humanitar. Megjithatë, menjëherë pasi automjetet kaluan urën dhe hyn në zonën e operacionit, një dron goditi njërin nga makinat e OKB-s. Fatmirësisht, askush nuk plagos. Pavarësisht sulmit, ekipi vazhdoi misionin dhe nisi shpërndarjen e ndihmave së bashku me autoritetet lokale. Por, gjatë operacionit, një tjetër dron goditi sërish një nga automjetet e kolonës. Stafi humanitar u evakua më vonë me ndihmën e autoriteteve lokale. Andrea De Domenico deklaroi se nuk e di kush qëndron pas sulmit, por theksoi se civilët dhe punonjësit humanitar nuk duhet të jenë kurrë objektiv sulmesh. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi se në automjetin e goditur ndodheshin De Domenico dhe 8 punonjës të tjerë të OKB-s, por askush nuk mbeti i lënduar. Sulmi ndodhi ndërsa Ukraina raportoi një nga valët më të mëdha të sulmeve ajrore ruse që nga fillimi i luftës. Sipas Kievit, Rusia ka lëshuar mbi 1500 dron brenda 2 ditëve, ndërsa të paktën 15 civilë janë vrarë. Nga pala ruse nuk pati komente menjëhershëm mbi incidentin. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.